Martazin nëse do mbështesin apo jo, ose cilat janë kushtet, po tham kushtimisht, se ata zbesoj se qesin kushtet, po rekomandimet po I quj tyre, sa I përket marrëveshjes. Unë mendoj që kur ti pret një lloj sinjali, ato tweetet që po I shpërndan Grenelli nuk janë edhe shumë qarta, menoj, ose nuk po dihet hala cili është roli apo fuqia tij brenda administratës së re të Trumpit, nëse ai do të jetë figurë e rëndësishme, sidomos sa I përket raport, a do të merret domethënë me neve, sa I përket raporteve Serbi-Kosovë. Po njëri që hinë në zyrën ovale të presidentit nuk është I parëndësishëm. Që tu binë këtë kalkulimet. Dikush tha, bile mu me mirë kur nga vetë Amerikanë falë Shqipe, veç një digresion këtu se u desh me ndëhy, djali I madhi Donald Trumpi që ishte në Beograd. Nuk është hiç I parëndësishëm. Por e tha dhe Bolton, ishtë një politikan I moqëm Amerikan që aj nuk e përfaqëson zyrtarisht Amerikën. Po valla edhe mund me bo dom, edhe mund me bo mirë. Varësisht ku shka njetin që e ka. Ajo që ka po flasë për rol është, a do të ketë rol në këtë raport, sa I ka rol në konfliktet përgjithshme, po a do ta ketë një rol më të përcaktuar, apo më specifik, sa I përket marrëveshjes së ashme Kosovë-Serbi. Nëse ai do të jetë një nga të ngarkuarit, apo I ngarkuari kryesor, atëherë po, ky është roli kryesor, ky është më I rëndësishme mandej që na intereson neve. Kështu që unë mendoj se edhe Kurti po e pret një sinjal me ditë se cili është qëndrimi I ri. Momentin që ai e ka të qartë se çka po a do të ketë një involvim më serioz edhe kogjët Amerika donë me përshpejtu arritjen e marrëveshjes, atëherë do ta kem më të qartë qëndrimin e tij nëse donë me bo qeverin ajo. Se kjo nuk do më thonë që ai s'donë me bo qeverin. Ai mundet me dash me bo, e kjo nën kupton se ai duhet me arrit marrëveshjen. Nëse nuk do me arrit marrëveshjen, edhe informacionet e mia janë që po pritet një cili do të jetë qëndrimi amerikanë, për qëndrimin amerikan ka shumë pikë pyetje, edhe ka shumë Unë jam optimist për shembull nëse më vetë mua dikush. Dihet se cili është tamam qëndrimi I Washingtonit që se s'kam drejt më shumë flas. S'është shumë I qartë me administratën. Qëndrimi I Washingtonit është me zbatu marrëveshje, tu gjën të dy palë. Që Grenell do të vi, pas 2 ditëve thashë që nuk do të vi për arsye se ka ndryshuar agjenda e tij dhe plani ka qenë që të vinte, po ka ndryshuar agjenda e tij. Megjithatë jehona lajmi se do të vi ishte shumë më e madhe se asaj që nuk do të vi. Kështu që më mirë shikuesve ja u përsërisim edhe një herë që ekziston pikpyetje shumë e madhe cili do të jetë qëndrimi I Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dhe në këtë pikpyetje marrin pjesë që të gjithë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm në Kosovë që janë.